pjatat, ndonjë enjë që ne kemi në shtëpi, por mund të ketë dëmtime, njëra është e gërvishur, tjetra është pak e thyer. Çfarë thot kjo për gjendjen tonë financiare? Çfarë duhet bëjmë me këto enë? E mira është që ti tresi, më thënë, as mos t'ia falim kujt, sidomos kur janë të ciflosura. Të ciflosura. Se tregon pastrim. Tregon domethënë që diçka është heq nga shtëpia. Duhet domethënë diçka, edhe kur thehet gjëja, çfarë njerëzimit bëjnë gabim, bërtasin. Si e thejve dhe i bërtasin fëmijëve ose njerëzve, ose kamarirave, i thënë për disa restorante. Është krejt e kundërta. Do të thotë që diçka e keq është duke u larguar dhe të sjellet mirësia, të vjen mirësia. Dhe ti duhet të thosh shqyr o zot qellsi, shqyr që iku, kaloj me këtë keqe dhe atë gjë kuptohet trete. Edhe mos ja fal kërkujt. Çfarë sjellin këto enët e ciflosura? Sjellin fat keq, shpenzime të mëdha, të pakontrolluara? Jo, do të thotë që diçka e keqe do të heqet dhe do ta heqesh. Prandaj mos e mbaj në shtëpi. Kjo është shumë e rëndësishme, është pyetje shumë e bukur, sepse duhet njerëzimit ta gjëra që janë ciflosura mos t'i mbajnë. Ti tresin.